Këtu është bllokuar sistemi politik nga dy persona dhe po e mbajnë peng Shqipërinë, duke shpopulluar Shqipërinë, duke abuzuar, duke privatizuar e duke kaluar në pak duar të gjithë pronat, pasuritë publike, asetet e Shqipërisë. Për çfarë? Për interes personal. Dhe duhet vendosur një standard ku vota të përcaktoj sepse është vota. Se votat detyron që nëpërmjet konkurrencës që ka politika, nëpërmjet politikanëve të caktuar, qytetarit zgjedh atë që është më i mirë. Nëse ti heq votën, si, prandaj janë të papërgjegjshëm këta. I papërgjegjshëm ky në qeveri se nuk le zgjedhje, i papërgjegjshëm ky tjetri në opozitë se nuk le zgjedhje. Politika është në gjendjen më të keqe, është jo vetëm kaq, por nuk ka politik në Shqipëri për momentin. Pra, ka rënë sistemi dhe nuk ka as zgjedhje, nuk ka as institucione, ka vetëm jemi në mjete parapolitike, pra kush është më i fortë i vendos. Nuk ka më epërsi të argumentit, por ka epërsi të forcës, nuk ka më debat publik edhe përballje me argumentat edhe me bilancin që ke me premtimet, po ka thuaj një gjë sot, thuaj një gjë nesër, por siç më tha dikush, Shqipëria është në gjendje fatkeqësisht që thonë që shpresa vdes e fundit janë njerëzit në këtë, po dikush kishte shkuar akoma më keq, thash shpresa vdes e fundit apo prap vdes, ky terzi që nga i pavdekshëm. Po duket sikur është një lloj depresioni shoqëria që shpresoj që ta kalojë, edhe unë besoj që të bëhet më mirë duke luftuar gjithë më shumë.